Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Tash Metropol. koha. Edi habit me deklaratat pas daljes nga Biku. Eduard Kuçi ka bërë reagimin e tij të parë publik pas eliminimit nga Biku, duke thyer heshtjen disa ditore që kishte zgjedhur të mbante që nga dalja e shtëpisë së famshme. Ish banori u largua nga loja pas një televotimi ku vendimi përfundimtar ju la publikut. Ndryshe nga shumë banorë të tjerë, të cilët zakonisht reagojnë menjëherë në media apo rrjetet sociale pas eliminimit, Kuçi zgjodhi të mos prononcohej, duke u shkëputur plotësisht nga vëmendja publike. Kjo heshtje ka ngjallur mjaft kuriozitet e ndjekësit e formatit, të cilët kanë pritur me interes një reagim të lidhur me përvojën e tij në shtëpi, dinamikat me banorët e tjerë dhe mënyrën se si u përjetua largimi. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, Edi Kuçi ka paralajmëruar se do të flasë publikisht. Ka ardhur koha me fol, nuk ka më heshtje, shkruan ai në mesazhin e tij të shkurtër por shumë domethënës.